Po kush po e drejton Venezuelën sot? Me largimin dhe arrestimin e Madurës, qeveria venezuelane funksionon me një këshill ekzekutiv të përkohshëm, i emëruar brenda strukturave të brendshme të shtetit dhe të mbështetur në disa element të forcave të armatosura. Kjo qeveri nuk është zyrtarisht e njohur, ndërkombëtarisht si qeveri vetëm legjitime, por po ushtron funksionet në bazë të shtetit, duke kërkuar të ruajë rendin dhe shërbimet publike. Kryesia e Asamblesë Kombëtare dhe disa udhëheqës lokal kanë marrë rol aktiv në menaxhimin e çështjeve të brendshme. Opozita, e cila ka qenë ndarë historikisht, është duke u përpjekur të koordinojë një front të përbashkët politik, duke kërkuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nga ana tjetër, disa fraksione opozitare po kërkojnë dialog institucional me aktorë të rinj të qeverisjes. Kriza ekonomike dhe sociale vazhdon në inflacioni mbetet i lartë, furnizimi me energji, ushqime dhe medikamente është i paqëndrueshëm. Migrimi masiv vazhdon, miliona venezuelan kanë emigruar në dekadat e fundit drejt SBA-s, Kolombisë, Brazilit dhe Perus dhe vendet e tjera, ndërsa forcat e sigurisë janë në gjendje mobilizimi të shtuar, duke ruajtur zonat kyçe dhe institucionet qendrore. Ka incidente sporadike dhune, por deri tani nuk ka pasur përplasje të mëdha të armatosura midis palëve dhe nivel kombëtar. Mbetet për të pasur çfarë do ndodh më tej për rastin e Venezuelës dhe vetë Madurës.